Në historinë moderne shqiptare ka shumë ushtar, por pak komandant që o bën legjend. Njëri prej tyre ishte Tahir Sinani, oficeri i ushtrisë së Shqipërisë që luftoi në 3 fronte për të njëjtin ideal, lirinë e shqiptarëve. Nga Grije Tropojës deri në Pashtrik, Preshev dhe Gostivar, ai nuk njohu as kufi, as frikë, as pushim. E njihnin për zërin e qetë, vendimet e shpejta dhe për bindjen e pathyeshme se atë dheu nuk mbron veten me fjalë, por me qëndrim. Tahir Sinani ishte oficeri që nuk kërkoi kurrë lavdi, por e fitoi me jetën e tij. Një general që udhëhoqi nga balli, jo nga zyrat. Një hero që jetoi për flamurin dhe ra për kombin. Tahir Sinani u lind më 25 maj 1964 në fshatin Gri të Tropojës. Arsimin fillor e kreu në vendlindje, ndërsa të mesmin në Bajramçurri me drejtim agronomie. Indikuar nga tradita familjare dhe ndjenja e fortë atdhetare, vendosi të ndjek karrierën ushtarake, duke u regjistruar në Shkollën e Bashkuar të Oficerëve në Zall Her në Tiranë, në drejtimin e mbrojtjes nga armët kimike e biologjike. Në akademi u dallua për përkushtim dhe disiplinë. Raportet e shkollës e përshkruajnë si student serioz, të aftë në artin ushtarak dhe të gatshëm për të ndihmuar të tjerët. Pas diplomimit në 1986, u emërua instruktor stërvitjesh në divizionin ushtarak të Bajramçurrit, ku shpejt u bë i njohur për përpikmëri dhe profesionalizëm. Në prag të viteve 90, pas ristrukturimit të ushtrisë shqiptare, shumë oficer u larguar nga shërbimi aktiv, mes tyre edhe Sinani. Megjithatë, përvoja e tij do të bëhej e çmuar vetëm pak vite më vonë në një periudhë që do të përcaktonte historinë moderne të shqiptarëve. Me shpërthimin e luftës në Kosovë, 1998, Tahir Sinani i u bashkua radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, UÇK. Fillimisht, shërbeu si oficer në qendrën stërvitore të Tropojës, ku përgatiteshin vullnetarët dhe luftëtarët që kalonin drejt Kosovës. Në vjeshtën e vitit 1998, hyri në Kosovë dhe mori pjesë në disa operacione luftarake në zonën e Therandës dhe Shtimes, duke udhëhequr aksione kundër forcave serbe. Fal aftësive të tij, shtabi i përgjithshëm i UÇK-s e emëroi komandant të njësisë speciale Arbëri që vepronte në rrafshin e Drenicës. Njësia e tij u bë ndër më efektivet në terren, duke kryer operacione të suksesshme dhe duke trajnuar kuadro të reja luftarake. Në maj 1999, Tahir Sinani mori komandën e zonës operative të Pashtrikut, ku udhëhoqi 6 brigada gjatë operacionit Shigjeta, që kishte për qëllim hapjen e korridoreve të furnizimit në kufirin Shqipëri-Kosovë. Ai u dallua për udhëheqje të guzimshme dhe koordinim të saktë të njësive luftarake. Më 12 qershor 1999, pas çlirimit, hyri fitimtar në Prizren bashkë me njësitë e tij. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, Sinani u integrua në trupat mbrojtëse të Kosovës, TMK, ku shërbeu si komandant i qendrës së stërvitjes dhe doktrinës në Nashec. Në këtë periudhë, ai vendosi lidhje me drejtuesit e ushtrisë çlirimtare për Preshev, Medvegje e Bujanoc, UÇPMB, duke ndihmuar në organizimin dhe koordinimin e aksioneve në luginën e Preshevës gjatë viteve 2000-2001. Megjithatë, ai nuk e pranoi marrëveshjen e Konçullit 2001 që parashikonte çmobilizimin e UÇPMB-s. Në të njëjtin vit, me shpërthimin e konfliktit në Maqedoni, i u bashkua ushtrisë çlirimtare kombëtare, UÇK, ku u emërua komandant i brigadës 116 Gjemë Gostivari. Në korrik të vitit 2001, gjatë një operacioni në zonën e Gostivarit, Tahir Sinani ra dëshmor bashkë me disa nga bashkëluftëtarët e tij. Rrethanat e rënies mbeten të paqarta. Besohet se grupi i tij hyri në një fushë të minuar, megjithatë, ka dyshime se mund të ketë pasur element sabotazhi apo infiltrimi nga shërbimet maqedonase. Për kontributin e tij në 3 luftrat çlirimtare, në Kosovë, në luginën e Preshevës dhe në Maqedoni, Tahir Sinani u nderua pas vdekjes me tituj dhe dekorata të shumta, medalja Adem Jashari nga presidenti i Kosovës, urdhri Adem Jashari nga TMK, titulli qytetar nderi nga Bashkia Bajramçurri, dekorat nga Akademia e Mbrojtjes Hamez Jashari, mirënjohje nga Beselidhja Kombëtare Demokratike Shqiptare dhe nga UÇPMB, grada General Brigade post-mortem nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Në nder të tij, Brigada 116 e UÇK-s mban sot emrin Tahir Sinani.
Heroi i kombit Tahir Sinani la pas bashkëshorten Shpres Osmani, djalin Rezartin dhe vajzat Rugovën e Rezartën, të cilët bashkë me vëllezërit dhe motrat e tij kujtojnë me krenari një figurë që shërbeu me përkushtim në çdo betejë të çlirimit kombëtar. Sot, emri i tij qëndron mes figurave më të nderuara të ushtrive çlirimtare shqiptare, një oficer profesionist, një komandant trim dhe një adhetar i përkushtuar që jetën ja fali lirisë. Lavdi e përjetshme Tahir Sinanit.